ish plazh, ish për rini. Par siguri e nivel është. Po, në shkojnë Faleminderit. Okej. Klientura është komplet vish mush e mesme. Edhe si pengon as nuk kojta, as një plak të heq, kështët. Shëzllonat nuk ishin shtrajt, do me thonë pjesa e parë ishte 30 euro, pjesa e dytë edhe e tretë ishin diku ka 20 euro. Pronari ma herë gjatë bisedimit na tha që nëse nuk të vjen faktura e pagesës s'kemi nevojë me paguaj. Kuzhinjerët i kishin t'importum, do me thonë të ardhën për jashtë, këto që vinë edhe e bojnë tamam specialitetin, specialitet. Këto me nona babë s'mundesh me ardhë puna që është veç për rini. Nëse zi me vlla, vi me baxhanak, sigurt. Të thaft goja. Të vizitu plazh për plazhe, tash në ato hite Vega Beach, një plazh që është shumë interesante, për arsye që poshtë nuk ish as më shumë, po as fëmijë, do me thonë ishin veç moshët e mesme, ish plazh ish për rini. Po hajde një mrena, po këshireni edhe çfarë sigurimi, par siguri e nivel është. Si e vlla? E lodh, a e mirë? I falënderit. Një kontroll lutem? Po, të lutëm. Po, në shkojnë Faleminderit. Nuk është për qënë Po, si jo. Okej. Faleminderit shumë vllashka, respekte. Do të thonë që kuz në rumë, kjo është siguria që të pret në Vega Beach. Nështë ta mundeni me thonë pse të kontrolloj. Mua as nuk më ka ordinati bile për kundrazim ka shumë mirë se e din vendin ku ka me ndajt ri i qetë se krejtën të kontrollum, as njoni nuk ka diçka që nuk duhet me pas edhe e shija i pushimin tem. Kështu që hadene me po bukurin e Vega Beach. Ndoshta kjo bot edhe për të vetme në arsye që vazhdo. Të lutem vazhdo që kësi bukuri e rallë ki pa me sy. Veç pak se po du me komentu që pjesën e shkollave ku në dyjon të ki lulli, vëllë me thonë pi palmave. Hajde ka dole, hajde. Arsyeja pse po të kontrolloj ke, është që në vendin ku nana e shash në Vega Beach, klientura është komplet vish mush e mesme. Do me thonë nuk ka fëmi, edhe nuk ka pleq. Kjo për të vetme në arsye që kush do të marrë me shoqni, mundet marrë shlirë, edhe si pengon as nuk kojta, as një plak të heq, kështët, ketjen rini edhe ketjen të uknash me një tjetrin. Hadene ma poshtë e shojë pse. Sa i bukuri je. Për gjel bremën e nuk pëdia ju mhinë, ma landeti o burë, qëtu është kitaj problemi. Sa i përket bukurisë edhe komoditetit edhe qetësisë, sa i përket, është vend shumë i qetë. Po këtu zakonisht ditë mas dite, her pas here, ish DJ që po përformoj ke, qyteti do më thonë diku mrena ditës ishin 3-4 DJ që po ndrojshin edhe bëshin muzika. E nisim mësu që t'je pi fillimit, ku ja nis kjo pjesa e Vega Beachit. Tu nonën e djathë ka kanë banjët ose toaletet për... Tushi. Edhe tushi, dyja. Dy onë, ndejo pas banjët, ndejo tushi. Atje në dhomat për mu ndru. Pa dhe një atje nisim pishtu pi fillimit, do më thonë, komplet pjesën kryesore që ki me hecë, me shku deri tek qadra jote, e ki komplet me drasa, qështu do më thonë që nuk shkel as në zallë, as në gurë. Rreth me palma. Kush do në marrë me shoqni që me thonë po dëna me gjetë me një vend ku jena vish rini, ku s'ka plet, s'ka fmi, që du ish vendi adekuat. Mas pari për nisim për kësaj pjesës, e cila është pjesë e Vega Beachit, po pronari i Vega Beach, do më thonë e kalon vish për ata cilët dojnë mu la vetë, edhe në këtë anë kënej është plazha pa pagesë. Kur hinin këtë plazhë kënejna normalisht që ndrojnë çmimet se është një plazh pesheni edhe vetë, do më thonë. Shëzllonat nuk ishin shtrajt, do më thonë pjesa e parë ishte 30 euro, pjesa e dytë edhe e tretë ishin diku ka 20 euro. Edhe diqa na thaj, tha për shembull e meni një çadër. E paguni, që për shembull e keni marrë qëto. Po s'do me thonë tash ju që tu mundeni me ndajt vish 2 veta, çto mundeni me ndajt edhe 3 veta edhe 4 veta. Sa i përket të korrektësisë së shërbimit, ishte një sen shumë i mirë, sepse në për tavolina i kisha ato skanerat ku mundesh me i skanu, edhe mundesh me ditë sakt sa kushton ushqimi, sa kushton pija, kështu që mundesh me ndajt shlirë. Pe sigurimit atje nalt, që i ki për me himrena, i ki edhe sigurimin e dytë që nuk të prejnë, nuk të kasiratin, shkurt edhe shqevla. Çdo sen shkon me korrektësi, pronari ma herë gjatë bisedimit na tha që nëse nuk të vjen faktura e pagesës s'kemi nevojë me paguaj. Do të thonë këtu për shkak çdo sen ish një farë rregulli i punës, saqë
ishe informum edhe për detajin ma të vogël, kështu që edhe vazhdojnë atë pjesët e tjera. Unë e kam dërmen ma vonë me porosi diçka me marrë faturë me gjytë në deti me thonë s'më kardë, vlla s'du me pagu. Sa i përket pjesës për me hi mulon deti, do më thonë është në 4 mënyra, do më thonë në kim pjesën e parë i ki 4 shkallë, që mund është me zbritë dhe mulo, qysh të mone ujë kristal. Kajt mund është me pa poshtë qakinoj pa pikë problemi. Ishe gishtat e tu që thojmë na. Mos harrojmë edhe pjesën e biçbarit, ku keni edhe ushqime detit ma shumë. Po edhe një shërbim prej stafit, që për çdo send po treshin ofër, për çdo send ishin nga dishmëri, çka do që bëllyp ke klienti, këta ishin në gjendje mi ofru dika mrena shumë pak sekondave, po të veke çka do që porositi te çadra jote. Edhe kuzhinën, do më thonë, kuzhinjerët i kishin t'importum, do më thonë, të ardhën për jashtë, këto që vinë edhe e bojnë tamam specialitet. A din thu budu me hongër sushi, u ardha jarani që din me bu sushi, edhe e ka profesionin e sushit, edhe knaqësht e hongër edhe e shijan. Bashkë me këtë super pamje që deri më sot nuk e na pa hala vend ma të bukur edhe vend ma interesant sa i përket frekuentimit të rinis, ku ju tregova edhe ma herë. Në këtë pjesën kënej është edhe biçbari, ku edhe atje, po nëse ulesh me hongër ose me pi diçka prapse prapje me pamje ka deti. Po ashtet edhe mishi, nuk ishtë vendor, po veke mishi pi jashtit, shikus në rumë, edhe çdo sen që po veke pi deti, do më thonë, po të servojke direkt i freskt. S'ka me prit. Ja. Vjen pjeshkit, vjen direkt në tavolinë, bam bam. E ka pa i peshkatari, fap, ta gjunë ty në kofë, kuzhinjerin kuzhinë e përgadita që ty edhe vishki me hongër. Ku po do mataze. Kjo mataze e ma mirë, mu për veti, deri me stash, pikur jena nisë ku deri dhe t'lumi buna e deri në vlorë, të vega biz, dhe më thonë, unë e tash e mas kur i me shëshni së ndrej. Këto menon e babës mund është me ardhë puna që është vish për rini, nëse zi me vlla, vi me bajanak, sigurt. Do thaft goja, në rregull. Nëse se marrë të marrë bajanakin, po është një vend ku pasha zotin e madhë me t'lon me të kres, ku ki vish rini. Sigurimi në alt nivel, do më thonë kur hin. Sigurimi me ndajt në qadra nivel. Ushqimi nivel. Vish rini, do më thonë, vish moshat mesme, çka po donë ma mirë, valla. Pamin andej e ki malin, e ki detin. Je rreth gjelbrimi, do më thonë. Këto ki bëll ojrin e pasër që ja thithë bëllësht. A dim se më pëlqej çka ideja që mos me pas shumë të më shumë. Pse? Se ishin mytë ja marë pipat e lulleve. Pa lulla kishin ish arë në unajmë, kishton saj mi shka lulla, ta ma një pip, po më vynë me mill, e lëj njerin pa lulla. Zakonisht prem të shtu në dile, këtu kish neja. Po flasë për prem të shtu në dile. Po tash, kër fillon sezona, do më thonë kish DJ për ditë. Që shë ceka dhe më herët 4-5 DJ, po ndrejshë me nga ditës. Po, veç ki me bo me krye dhe mu lanë deti. Vend vish për trit. Ju që një shqiptarë të Kosovës edhe keni qef me shku me një vend ku jënë vishtri, nuk ka pleq ose nuk ka... Faleminderit. Ju shqiptarë të Kosovës cilët keni qef me shku me një vend ku nuk ka pleq ose nuk ka fmi dhe ne me nejt dika vish me shëshnit ju që është vend pak ma privat. Ja u kishna propozu Vega Beach. Larg pleqve, larg fmive, larg fjallëve të njerëzve e çdo seni. Çto do më thonë për që i ka njëri atë qëtësinë edhe komoditetin, mo një rahat, lo. Mo një rahat. Shikus në rrugë, do më thonë, këto është pjesa e tushit, ata cilë dolin pej detit edhe nuk kanë qef me shku pa e bo një tush. Do më thonë që kjo është pjesa e tushit që të ku më ishe me bo një tush. Po ku? A hine mu la? Ku shëkon shpit vet tushin me gjelbrim? Këto do më thonë, Kush? la është në 2 onë t'ki Edhe tu la ki pamjet mirë. Se dali mësë thonë ja pete pranë, s'kam nevoj me të tulla. Pamja flet vet. Do më thonë, çdo send ka ka rregullum në detaje. Edhe kjo pjesa e lavabove kur ti del pe banës se doni pastru durt, Pastron durt, e këshyr vetën, thunë nal, Apo flok dokna ti pas na bukur. keq, i ndresh se jone që mi ka ull kapuqi, pi ma klaudit, kjo është pjesa e tualetit edhe pjesa e dështorëve për vojza edhe për djem. pastërtia ma na spja që liderën, s'ka për shumë dhe më kondi kush mrena, nuk pe hapim, po qysh po shihet që çdo sen është e rregullum në detaje, edhe çdo sen është në nivel. sa i përket kësaj bukurie edhe këtij vendi, unë s'di mo që ka me shtu ma shumë, pamja flet vet. Kështu që shikus në rumë deri në plazhën e ardhshme, mirë mbetshit.